Çdo të martë në emisionin tonë Ritmi i ditës kemi Visar Sadikun, kolegun tonë nga qyteti i Tetovës, që gjithmonë na sjell të reja dhe biseda të këndshme pikërisht nga ky qytet. Sot Visar Sadikun e kemi në linjë të drejtë për drejt bashku me zotrin Rami Selmani, veterinar, ku do të flasim pikërisht për rolin e odës së veterinerëve në sigurinë ushqimore dhe gjithashtu në mirëqenjen e kafshëve. Për më tepër, tani Visarin do e kemi në linjë të drejtë për drejtë, ku do të flatë së bashku me zotërin Rami Selmani. Përshëndetje Visar, dëgjohemi? Përshëndetje edhe për ju, Rehan, po dëgjohemi, siç po shihni, ne po vazhdojmë të pijmë kafen e mëngjesit, sigurt edhe ju e keni pirë bashkë atje me kolegët në studio. Ashtu si që theksuat, sot jam në ambientet e punës së veterinerit Rami Selmani. Do të diskutojmë për sfidat e këtij profesioni, vërtet themi tani më të rrezikuar gjithë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, por jo vetëm, por në të gjitha shtetet tjera fqinja, ashtu edhe si që theksuan këta në ditë më parë në dhomën e veterinerëve në Tetovë, në të cilën ishin mbledhur thuajse të gjithë veterinerët nga shtetet fqinje, por edhe veterinerë të shtetit tonë. Atëherë, zoti Selmani, faleminderit që pranuat ftesën, edhe pse e pam se ishe aktiv në punën tuaj, por gjithmonë je i hapur për diskutuar. Pa dyshim, pikës pari falenderoj televizionin e Maqedonisë që ka interes, domethënë, për to biseda, për to çështje që janë shumë të rëndësishme në Republikën e Maqedonisë dhe në gjithë botën. Në vendet evropiane jepet më shumë hapësirë, domethënë, mjekut veterinar për shumë arsye, se është një ndër mbrojtësit kryesor të kafshëve nga smundjet, do të thotë kur i mbrojmë ne kafshët, mbrojmë dhe njerëzimin. Kjo është një gjë, domethënë, që duhet të punojmë gjithë së bashku që të ndalojmë smundjet. Ne si mjek jemi çdo herë të hapur, domethënë, për të bashkëbisedu, për të bashkëbisedu me njerëzit, me qytetarët, domethënë, për të mbrojtur pikës pari kafshët, pastaj me mbrojtjen e kafshëve ne mbrojmë edhe njerëzimin. Zoti Selmani, ju ditën e shtunë në Tetovë sollët thojse të gjithë veterinerët, jo vetëm nga Maqedonia e Veriut, por edhe nga shtetet fqinje, ishin pjesëmarrë nga Slovenia, nga Shqipëria, nga Kosova. Cili ishte roli i kësaj dhe a e bëni çdo vit këtë takim dhe sa e rëndësishme është për të njoftuar njëri me tjetrin atje? Në këtë vit, domethënë, e vendosëm të mbajmë seminar një ditor në Tetovë. Ne menduam se do të jetë një seminar shumë i vogël, domethënë me mjek shumë pak do të ketë, por megjithatë kjo nuk ishte një seminar. Mbas asaj që kishin interes, domethënë mjekët veterinar të Republikës Maqedonisë Veriut, Shqipërisë, Kosovës, domethënë kjo bë me një ditë u bë si punë kongresi, se kishte mbi 200 mjek veterinar. Interesi ishte jashtëzakonshëm, se kishte tema shumë të mira, domethënë që bisedojshin se kishim ne disa ligjërues, domethënë praktik, kur them ligjërues praktik, domethënë këto që punojnë në teren, si puna ime, domethënë, edhe ati ligjëroheshe direkt për çdo lloj smundje si preket, domethënë, nëse bëhet rentgen, nëse bëhet eho, nëse bëhet analiza gjakut, nëse bëhet ndërhyrje në zemër, domethënë në mushkëri, tumore të ndryshme, praktika direkte, jo vetëm teori. Por megjithatë kishte edhe profesor nga Republika e Maqedonisë, kishim profesor nga Shqipëria, kishim nga Kroacia, Slovenia, Serbia, Kosova, domethënë kjo ishte një gjë që e bëni shumë të rëndësishme kongresin. Ne në këtë kongres, domethënë, pam shumë gjëra që kanë interes kolegët tonë që ne për të ardhmen të veprojmë ende më mirë, si zëvendës presidenti i dhomës Republikës së Maqedonisë së Veriut, domethënë ne i shikojmë gjërat çfarë ka interes mjeku, ne atë të ofrojmë. Dhe mjeku çfarë ka interes, domethënë kërkesa është edhe te populli, edhe te qytetarët, edhe te njerëzit që mirëmbajnë qend, macjet, lopët, dhe gjithë këto me radhë. Shpenzat, pa marrë parasysh, gjithë. Mendoni se takimi më i shpesht i veterinerëve do të sjellë edhe fritet, themi edhe mësoni diçka më të re, siç e theksuat, bëhet më mirë, duhet ky takim të jetë më i shpesht, apo është i mjaftueshëm vetëm një herë në vit? Jo. Ne si në pozicionet ndryshme që jemi, domethënë,
ne mendojmë se mos pakti duhet të ketë 2 deri 3 në vit. Edhe desha të ceki vetëm një gjë që ishe kënaqësi se ishin atë ditë në seminarin tonë kishe presidenti i Dhomës Slovene, i Shqipërisë dhe i Kosovës. Kështu që ne në bashkëbisedim të përbashkët mendojmë vitin 2027 bëjmë një kongres të përbashkët në Ohor, se në Tetov për herë të parë kthehemi prap pas pak, në Tetov është mbajtur për herë të parë një seminar aq i suksesshëm. Domethënë si për fillim, domethënë edhe i pari doli edhe shumë i suksesshëm si seminar. Edhe kjo na shtin, domethënë që ne të japim shumë më shumë punë përbashkët që në të ardhmen të organizohen 2 deri 3 seminare, jo vetëm në Tetov, por të mbahen në Gostivar, të mbahen në Strumnic, të mbahen në Prilep, domethënë gjithë shtetin e Republikës së Maqedonisë që gjithë ta kenë afër për mundësitë e tyre të jenë më. Atëherë si do me veterinerëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut mund të na thoni cilat janë sfidat që ballafaqohet në përditshmëri veterineri, qoftë në pjesën themi sot për shkak se puna juaj është edhe shumë në terren, flasëm duhet shkosh deri në bjeshk, në ferm, cilat janë sfidat që ballafaqoni çdo ditë? Sfidat e veterinerit, domethënë mjekut veterinar, janë 24 orë. Edhe këto janë probleme shumë kyçe, domethënë për një mjek veteriner, se duhet të punojsh 24 orë. Nuk do të thotë se ti e bën mjek dhe të punojsh një orar të caktuar, nuk ka orar. Domethënë vetëm profesion që është pa orar. A kur e kthejmë në anën tjetër, domethënë por arsye se shumica e veterinerëve të Republikës së Maqedonisë varen nga pagesat e shtetit që bëjnë vakcinime të ndryshme, në kohën e fundit domethënë ka edhe një rënje të buxhetit të Republikës së Maqedonisë, domethënë Ministrisë Bujqësisë, Agjencionit të Ushqimit dhe Veterinarisë, që ka mundësi që në vitin 2026 jetë kolaps komplet mjekësia veterinerët në terren dhe që mos punohet për shumë të lloj smundje që janë smundje infektive. Dhe këtu ne tash jemi bashkëbisedim me drejtorin e agjencionit që të bëhet pagesat në rregull dhe të rritet buxheti, jo deri vitin e kaluar ka qenë në këtë vit domethënë buxheti është ngjys më pak. Ne shpresim domethënë se do rritet edhe një herë më shumë, si në vendet Kroaci, Sloveni, ose në vendet tjera Shqipëri, këtu ra buxheti ngjys. Kjo do jetë një kolaps komplet për vitin 2026. Debati themi në konferencë edhe nga kryetari i shoqatës, edhe nga ju, por edhe nga përfaqësues të Shqipërisë ishte për shkak se veterinerët duhet të subvencionohen më shumë, për shkak se shumë të rinj nuk arrin të studiojnë apo nuk e duan këtë profesion. Ndërkohë që thoni që mesazhi juaj apo njoftimi është se këtë vit buxheti do të jetë i përgjysmuar, do të thotë se do të rëndojë edhe më shumë punën tuaj. Padyshim. Domethënë për momentin në Republikën e Maqedonisë një mjek veteriner ka rrogën, mund të them si një postier që shpërndan letra në fshate, edhe nuk është rastësisht që të ri, domethënë nuk pëlqen një gjë që s'ka të ardhur të sigurt. Ne gjithë mendojnë të marrin familje dhe derisa në këtë situatë, në moment si shkon në Republikën e Maqedonisë, domethënë nuk ka interes fare. Nëse mendohet për shembull shteti duhet të marrë masa më trepta, më të sigurta, më të lakmueshme për të ri, që të paktën të japë bursa, të rritë buxhetin dhe të jetë me dhomën e veterinarëve të Republikës së Maqedonisë të jetë në kontakt 24 orë, se gjëra që pos patë veterinë s'ke shtet, pos patë mjek veterinar nuk ke shtet, domethënë se s'ka kush bën bllokimin e smundjeve, gjithçka mbaret në një shtet normal mbaret nga një mjek veteriner. Dr. Selmani, ku jemi te pjesët e infektimeve, themi të smundjeve, cilat janë smundjet më të shpeshta që paraqiten te kafshës, kryesisht themi këtu në Pollok ku jemi ne, të qenë, të macat, të dhënë, dhit, ato të cilët i trajtoni më shumë. Cilat janë ato smundjet më së shumti? Shiko, në Pollok domethënë, edhe në gjithë Republikën e Maqedonisë janë smundjet e njëjta, ka vetëm brucellozë të lopët dhe tuberkulozë, domethënë njëjtë të lopët dhe të dhënë paraqitet brucelloza. Në kohën e fundit kemi një numër jo stabil. Çfarë është ndodhur, domethënë, nëse ne nuk bëjmë ndalimin e brucellozës, tuberkulozës, mund të merrni edhe të dhëna të sakta në endin statistikor në Tetov, edhe t'ju tregojnë domethënë rritja sa është e brucellozës, e tuberkulozës,
Kjo vjen si shkak, domethënë se nëse nuk merret serios, të paktën merret gjak djemvi, merret bëhet tuberkuloza, vaksinimi dhe marrja e gjakut të lopës, domethënë 2 herë në vit të lopët, që të arrihet kjo të komplet domethënë të izolohet, nuk do të kemi sukses dhe njerëzit do rritet numri i tuberkulozës dhe brucellozës në Republikën e Maqedonisë. Cila është si vjen si pasoja deri te tuberkuloza dhe burkuloza dhe a janë të regjistruar thuhet të gjitha ato infermeri, themi ato pronar të lopëve të cilët i kanë. Dhe a ju kërkojnë juve apo ju duhet të shkoni përsëri për të shikuar ata bagëti që i kanë ata? Këtu për fat mirë, domethënë në Republikën e Maqedonisë kemi një sistem shumë përsosur për këtë kontroll, dhe është jashtëzakonisht, por nuk është mbjellje vetëm sistemi. Sistemi është sistem kompjuterik, është një gjë shumë e thjeshtë, domethënë, kur të bisedohet për çështjen e terrenit, domethënë kjo do të jetë rezultat, si e thash pakës më herët, domethënë, do të punohet 2 herë në vit të merret gjak dhe të bëhet komplet të pastrohet. Një lopë që del me brucellozë dhe tuberkulozë do të merret direkte, domethënë, kjo tri ka 4-5 muaj në stallë dhe mos merret. Domethënë realisht në moment që del, domethënë në të 2 ditëve do të lopa me brucellozë dhe tuberkulozë të izolohet dhe të merret nga shteti. Është smundje që transportohet lëvizën. Kjo është një smundje shumë e rrezikshme, sidomos brucelloza. Kjo është një smundje infektive, që edhe të njerëzit paraqitet, edhe është ngjitse kafsh në kafsh. Ku jemi te smundjet e kafshëve të cilët i përmendët disa, janë si pasojë e të ushqyerit, a ndikon kjo tek kafshët apo si vjen këta smundje? Kjo më shumë vjen nga pastërtia, vjen nga miskonjat, domethënë bartja nga njërat e tjetra. Kjo për atë rastisht nuk është, domethënë duhet vaksinim të bëhet, që të ndalohet. Edhe kjo është e gjitha, domethënë. Dhe sa antar ka shoqata ku jeni të dhoma, shembull edhe çka ofroni ju për antarët tuaj, që kanë ndonjë lehtësim nëse antarësohet e dhoma e veterinerëve apo si shkon? Shumë pyetje me vend edhe kjo ishte, domethënë Republika e Maqedonisë ka për 550 veterinerë të licencuar. Domethënë pas qenë antar i dhomës veterinare të Republikës së Maqedonisë nuk mund të punosh në terren, domethënë vetëm mund të jesh mjek, ama jo në terren. Për të punuar në terren do të kesh vulën, do të kesh licencën që të marrësh një ambulant ose të jesh doktor në një vend. Dhe si funksionon procesi i antarësimit dhe cilat janë përfitimet kryesore që mund t'i marrën veterinerët pas antarësimit? Ta duhet licenca, vula, më pas cilat janë? Gjërat kryesore janë licenca dhe vula. Domethënë këto s'mund të jetë veteriner të punojë në terren, për arsye se nuk është i licencuar. Dhe ai nuk mund të jetë, duhet 6 muaj ditë, domethënë, kur e merr diplomën, të shkojë në praktikë, ke një ekspert për të marrë licencën dhe vulën. Kush e cakton licencën që është valide apo nuk është valide? Kush e jep? Ministria e Bujqësisë? Jo, këtë japim ne si dhomë veterinarëve të Maqedonisë. Edhe mund ta merrni. Një mjek, po. Atëherë ku jemi a keni program edukimi për publikimin për të parandaluar smundje të zakonshme si dhoma e veterinerëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut, për të informuar edhe qytetarët të cilët nuk marrin kafshë, ndërkohë që mund të jenë të rrezikuar nga rrethi i ndryshëm. Për vitin 2026 jemi të punuar, domethënë edhe për këtë, që të marrim në disa qytete, domethënë në për shkolla, për arsye dhe të rritim nivelin e njerëzve, të kuptojnë gjërat, smundjet infektive, të kuptojnë shumë gjëra, domethënë të fillojmë në qytet, kemi bashkëpunim me qytetarët, të informim me qytetarët, se këtë shohim që është një kohë tash ndryshimet kur bisedojmë këtu në këtë çështje ndryshimit. Domethënë për arsye se më parë janë marrë vetëm me lopë dhënë, kurse në kohën e fundit domethënë ka marrë një ritëm shumë të madh. Domethënë dhe shumë rinia ka kuptuar diçka shumë më ndryshe nga ajo që ishte më parë. Domethënë se tash merren njerëzit edhe macje qenë, siç e pat ju, domethënë kur erdhët që kisha një macë duke bërë një kontroll dhe kështu që njerëzit kanë ndryshuar. Domethënë nuk është si ka qenë para disa kohësh. Tash duhet bisedojmë për tema shumë më të mëdha nga ato që bisedosh para disa viteve, se para disa vite bisedoshim vetëm për lopë dhe dele. Domethënë tash bisedojmë për një gamë shumë të madhe se mjekësia veterinare nuk do të thotë se do të shërojë, jetë vetëm shëruesi i lopëve dhe i dhëmbëve, por është një gjë shumë më është edhe kontrolli mishit, kontrolli qumshit, kontrolli shumë gjëra, gjithçka që mbarret, domethënë fillon nga veterinerët. Nga veterinerët, pastaj udhët andaj. Domethënë një shtet, siç e thash, nëse veterineri nuk bën diagnostifikimin,
dhe më thonë si që duhet, komplet shteti bje në kolaps. Edhe mjekët human do t'jenë shumë të mbashkëpunim me ne, dhe më thonë për arsye këtive lloj smundjeve që paraqiten që ato të mbas shenjave që i shohin çdo herë të çojnë në vende të caktuar. Dhe më thonë nëse një mjek human duhet çdo herë ta pyet një pronar, një person që ik në spital, a ke lop, ke dhen, a ke analiza, ke këtu, dhe më thonë nga gjithçka varet nga mjeku veterinar. Ata pronarë të cilët majnë kafsh, si qenë maca, por edhe pjesët tjera të blegtorisë, a duhet nëse shohën shenjat e para që ankohen, lëvizin macat qenë, duhet të sjellin sa më para, bëhet e preventiva më herët e smundjes, apo duhet shpesh herë vinë pasi ka përfunduar ai procesi i smundjes? Shiko, më parë ishte më ndryshe, tash njerëzit janë shumë të kulturuar, shumë të ngritur, se lexojnë, shohin, dhe ne bashkëpunojmë shumë me qytetarët, dhe më thënë, edhe çdo herë i paralajmërojmë. Unë kam një vendim, dhe më thënë, në vendin tim, kur vinë këtu në ambulantën time, çdo pacient, unë si fillim, dhe më thënë, bëj një kontroll përgjithshme, dhe pastaj çdo herë ju udhëzoj për hapat për krimbat e barkut, dhe më thënë se kjo një smundje që paraqitet te njerëzit, që 6 muaj ditë, dhe më thënë, spital, kjetë më para disa kohësh e kam përmendur se shiriti i qenit i macjes, dhe më thënë që ka qenë një smundje infektive që udhët te fëmijët, te njerëzit, ato kanë thonë, nuk e kanë ditë, dhe më thënë, si çfarë do të thotë, e kanë thonë kimje të macjes ose e qenit. Dhe më thënë, s'ka pa të bëje me këtë punës kimës, sa ka qenë punë parazitëve të mbrëmshëm të qenëve të macjeve. Edhe kjo ka bartë një smundje infektive, që ka patë shumë fëmijë që kanë patë në mushkëri, në zorë, dhe më thënë, nga macjet ose qenëve. Në kohën e fundit, dhe më thënë, njerëzit aq janë përgatitur dhe bashkëpunojnë dhe marrin çdo ditë në telefon pjesën për këto raste. Edhe vinë, dhe më thonë, me dëshirë, jo të thuash, për tash, me qenë se ne punojmë 24 vite në këtë profesion dhe punojmë vetëm me qenë dhe macja. Njerëzit i kemi përgatitur mbi 75% të qytetarëve, dhe më thonë se duhet çdo 3 muaj të merë, dhe më thonë, hapin për krimbat e barkut, për pastrimin nga krimbat e barkut. Njëjtë kemi dhe smundjen në pranverë dhe në vjezhë, dhe më thonë, për rriçrat, që është një smundje njëjtë, dhe më thonë, që paraqitet dhe bën helmimin e kafshëve, po ajo nëpërmjet, dhe më thonë, ka mundësi të hudhet edhe të njerëzit, duke ndajt me qenin, dhe më thonë, ose me macjen, ajo nuk e ndjen, mund të ngjitet edhe të njerëzit, ajo bartë në smundjen infektive, por ato ne bëjmë çdo herë preventivën para kohe, që mos vihet këtë probleme të ardhmen të njerëzit. Ku ishin të smundje tuberkulozës, por edhe smundje tjera, sa participon shteti dhe sa duhet të participon pronarët e këtyre kafshëve? Ka ndonjë bashkëpunim me juve? Për të brucelloza, dhe më thonë, shteti mblon komplet, dhe më thonë, marrin e gjakut, po bën pagesën shteti, për pronarët nuk bëjnë asnjë lloj pagese, kur flasim të tuberkuloza, dhe më thonë, është gjysmë paguan shteti, gjysmë paguajnë pronarët. Edhe kjo është, dhe më thonë, gjithë ajo, se merret edhe gjak për brucellozë të lopët, edhe bëhet vakcinimi tuberkulozës të lopët, dhe më thonë, vetëm merret gjak për brucellozë. Ju thatë se tani 24 vite funksionojnë këtë profesion. A mund na thoni si ka ndryshuar, evoluar nga 24 vite e sot? Deri nga 2003 jeni këtu, ka pas ndryshime, evolimi, teknologjia e re tani si... Në vitin 2003, dhe më thonë, kur filluam ne, unë kam mësuar në Universitetin e Tiranës, në kampus, dhe më thonë, edhe me tjenë sa që kishim shumë çështje profesionale dhe punojshim në praktika private në Tiranë, kështu që kur erdhëm këtu ne atje ishim komplet një jetë ndryshe, një popull që i dinte gjithçka, që punonte për gjithçka dhe vlerësonte gjithçka. Ne kur erdhëm në Tetov në vitin 2003 dhe hapëm për herë të parë në Republikën e Maqedonisë ambulant për qenë dhe macje, klinik veterinare. Në atë kohë, dhe më thonë, njerëzit na shifin si njerëzit të çmendur, kush që sill qenin te mjeku veterinar. Por megjithatë ne përballuam ato vitet e rënda si në fillim që ishin, pas disa viteve, dhe më thonë, me radhë, duke i dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm, dhe më thonë, duke ngrit nivelin që njerëzit që mbajnë qenë dhe macja duhet të mbarojnë pikëspari vetëm, pastaj qenin dhe macjen, dhe më thënë, bashkëbisedime duke bashkëbisedu, tash kemi arrit në nivel shumë të kënaqur dhe jemi shumë të kënaqur, dhe më thënë, me qytetarët
e Tetovës, për arsye se janë të interesuar për gjithçka dhe niveli është rritur, mund të them, flasim për një qytet evropian, jo për një Tetovë, siç e kena ditë para disa viteve. Kemi teknologjia e re, dihet se pjesën e shëndetësore, themi tek njerëzit, ka rentgene, ka laborator të ndryshme, ka teleskopa, telemjekësia. A janë këta edhe për kafshët? Kemi ndonjë temi digital, telemjekësia, po mund të shohim ato organet e mbrëmshme të tyre, si funksionojnë? Padyshim, gjithë kemi edhe analizat e gjakut, edhe ehor, edhe mikroskopat, edhe rentgenat, edhe gjithë gjërat, domethënë tash momentalisht. Po shpresojmë që të ardhmen furnizohemi me gjëra modelit më të ri, domethënë që i ka mjekësia humane, se po qenë se ne sa mbrojmë një kafshë të smur, domethënë ai bën infeksione gjëra më të ndryshme. Tu ambulanta juaj ka këta dhe a mund analiza se shkon për të marrë një analizë? 20 minuta, domethënë dalin analizat e gjakut. Kemi e hon domethënë që bëjmë direkte, domethënë varet nga nevoja që ka pacienti, jo. Analiza tregon edhe mënyrën e smundjes, deri diku se ka ndonjë funksion. Padyshim, domethënë çdo lloj smundje ajo paraqet, plus bëjmë operacione të ndryshme, domethënë kemi në kohën e fundit kemi filluar edhe me dhëmbë, domethënë dëmtimit dhëmbëve, bëjmë të gjëra të gjitha. A keni ndonjë partneritet me institucione tjera profesionale, universitetit apo organizata ndërkombëtare, si shoqat? Si shoqat ne kemi, domethënë jemi antarë të FVS, Veterinarët e Evropës, domethënë një ndër kryesorët që jemi atje, edhe i kemi bashkëpunim të jashtëzakonshëm, po këto probleme që i kemi ne këtu janë shumë probleme të vogla për në Evropë, për flasim, sa ato janë në nivel shumë më të ndryshëm. Ne që kemi për arsye se atje kur merr një vendim dhe shteti i ri pas, kurse këtu që ne merr një vendim dhoma dhe kështu që ne ngelimi çdo në gjithë të rrugës. Këtë ne do të bëjmë një ndryshim që të paktën të na kuptojë shteti se kjo është një thelb i shtetit, jo vetëm si punë fjalësh, po duhet me vepër konkret veprohet. Me pavarësimi institucional tek dhoma e veterinerit në Maqedoni është, mirë po përsëri vendimet është ai i cili duhet institucioni shtetëror, themi shteti i cilë, edhe përkundër se ju bëni kërkesë, ata nëse nuk realizojnë kërkesat tuaj, mbet vetëm në letër dhe vazhdon avazi vjetër. Padyshim. Kjo është shumë e vërtetë. Domethënë ne vetëm një gjë, domethënë si dhomë, ne mund të bëjmë bllokim që mos punohet, japim ose të vetëdijsor gjë tjetër nëse marrim domethënë masa, se këtu vendosen gjithçka shteti, se është padyshim buxhet shtetëror, kur bisedohet me ministrinë ose agjencionin ose. Mirë po nëse funksionon ajo pjesa e ndalesës së punës, ndërkohë që mund të sjellim me diçka problem tjetër kur thatë se për shkak se lidhet ajo. Ajo si një luftë, dhe këtu kjo është një luftë, domethënë atëherë, shfaqet një luftë e mbrëmshme e popullit. Kjo është një më shumë se një pandemi. Atëherë, në fund, cilat janë, themi, për vitin e ardhshëm, shoqata, themi, keni planifikuar diçka që duhet ta themi? Po, është ne në vitin 2026, domethënë do të kemi një kongres shumë të madh, që do jetë një ndër më të mëdhenjt në Ballkan, të madh në Ohor, edhe shpresojmë që do jetë gjysma e pjesëmarrëve të Federatës Evropës të veterinerëve, me presidentin me komplet, domethënë, edhe shpresoj që ajo do jetë diçka shumë më e madhe se ç'i më deri tash. Zoti Selmani, faleminderit shumë që ndat kohë dhe në mëngjes na pritni dhe të bashkëbisedojmë për disa probleme të cilat për shumë qytetarë dhe për mua vetë janë të panjohura. Faleminderit shumë. Ishe kënaqësi, faleminderit edhe juve shumë. Atëherë, Rehan këtu bashkë me mua ishte veterineri se Zoti Selmani, i cili në pika të shkurtra na theksoi, na tregoi mbrojtjen të cilat ne duhet ta kemi si qytetar pikërisht ndaj smundjeve të cilat janë ngjitse nga kafshët, ndërkohë që theksoi se institucionet shtetërore duhet të bëjnë shumë më shumë nga ajo që kanë bërë deri më tani, jo të ulin buxhetin shtetëror për këtë pjesë të dhomën e përfaqësuesve të veterinarëve, ndërkohë që tha nëse ne shkojmë deri në protesta, në bllokim, mund vim deri te ajo lufta mes çdo gjëje. Këta ishin informacionit se i përket pjesës themi nga Tetova që lidhin drejt për së drejti ditën e martë, bashkë miru pafshim nëse nuk keni ndonjë pyetje.
Të faleminderit të shumë Visar për këtë bisedë që e solle pikërisht me zotri Ramil Selmanin, kështu që mua nuk më ngelet gjë tjetër përveç se të ju përshëndes dhe të keni një ditë të mbar. Ju faleminderit edhe një herë të dyve.